keni marrë këtë kazernë të ushtrisë Serbisë? Gjujtë në objekt, në atë agregatin, dhe është shenë komplet ajo pjesë. Dhe djemë që kanë qenë roje duke rujtë ata dy, i ka zonë këto soletat që të një betoni, dyja të në bo bashkë, dy kateve dhe i kanë zonë për fundi. Po nuk i kanë dryllë, pa jo rjeta, shë kjo rjeta këtu që është, kjo rjeta është shkput edhe i kanë zonë silen të medalë. Atër i kemi nëzirë, edhe kjo ka qenë situata kur është shenë, kur ka gjujtë në kazerë. Agim Ramadani bëri që të shembet muri gati 100 vjeçar i vënë midis Kosovës. Ka patrulluar dikur ushtria e Serbisë, ndërsa aty lart, që është një shteg tjetër malor, patrullonin kufitarët e Shqipërisë. Tashmë, sigurisht që ne kalojmë në të dyja shtigjet malore pa asnjë lloj problemi. Megjithatë, e rikujtojmë një kohë të kaluar me aq shumë vuajtje dhe dhimbje për shqiptarët në të dyja anët e kufirit. Mbrapa teje ka qenë dikur posta Po vërtetja serbe, ku kanë bërë vëzhgimin e terrenit, edhe për territorin e vet, edhe nga territori i Shqipërisë. Domethënë kanë pas simpasyre çdo gjë nga dy territorët. Është kanë ndër kufit më të përforcuar në Evropë. As i rujtun, as i... Ti e plagos vetë në këtë zonë? Po na fillimisht kur jem angazhu në Shqipja, në së pare jem marrë në student, dhe të i para thona që në Kosovë, dhe të pa luftën që po zhvillohet të dhe vujtjet e popullit, na ka detyruar si student dhe të lam lafën dhe të avarim marrë për të artë luftu për shqiptarëve tonë. Kufiri i hekurt mes shqiptarëve, Serbia ndej në kufi, këtej ishte Shqipëria deri në 90-ën kufi i hekurt. Për ty çfarë simbolike ka pas? E ka pas simbolikën e një burgut dhe një popull dhe thënë, i cili nuk ka mund të lëviz dhe se këtë komunikim normal me vëllezërit e vetë në Shqipëri. Kjo që shihni pas meje ka qenë dikur posta jon kufitare në anën e Shqipërisë. Është granatuar nga forcat serbe gjatë luftës, ndërkohë që zona përreth ka qenë një zonë ku ÇK-ja ishte e mobilizuar, ishte në frontin e saj. Do të bëj të njëjtën pyetje në fakt që ju kanë bërë të gjithë bashkëluftëtarëve të tu. A do ta bëni sërish? Patjetër, gjithherë sa ka nevoja dhe padyshim. Cili është kujtimi më i rëndësishëm për ty nga Kosharja, nga lufta këtu? Kujtimi më i rëndësishëm për mua dhe për gjithë ne bashkëluftëtarët kryer në komandantin Ysen Berisha është kur kemi arrit 4 dëshmorët e parë të Kosharës që janë pjesëtit tonë. Edhe kemi arrit asnjë pull e uniformë që kes mos më mbet në dorë të serbët. Domethënë kemi arrit në për zonat minume, mi të hekur dhe 100 në territor Shqipërisë. Edhe një të plagosur bi Armalok. Ti tani je polici Kosovës. Nga ndryshon tani në kohë paqeje detyra jote? Është më ndrysh. Jam në shtetin tim, jetoj e punoj për shtetin tim. Është shumë mirë, o knatësi, edhe kontribuos në luftë, edhe kontribuos i paqes tash i për rujtje e rendit e qetësisë publike. Kemë bërë muni edhe maj. Ju kanë granatu serbët? Po, pa të ngranatuar një 2 javë ditë rresht. Me nëzë e kanë lëshuar një predhë, edhe e kanë pas lëshuar në objekt. Edhe e kanë pak prish, po kulla është e madhe, e murin e gjanë shumë, edhe s'muni ka po gjanë. Çfarë të shtynte ty në atë kohë që të rrezikoje jetën tënde e të familjes tënde për me qenë bazë UÇK-s? Po gjithherë, se më koni vogël, i kom urrije serbët. Se këtu jena konë kufi, serbët i kena pas afër, e të nërët i kom urrije.
edhe ishte lufta për me çliruar Kosovën, edhe kjo ishte pash kryesorja, si ta çojmë Serbin Petrojë tona. Edhe shtëpia jonë olshua për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, kanë vëzhguar shtëpisha, që atë pish bazën Jugoslave si ish kazerma poshtë. Pe asaj pish, e kena luftu me ta deri çlirimit, në fund si çliruam për e morëm. Tashti komandanti me ushtarët vinë të vizitojnë? Po vinë, po. Që sot bile, për shembull ardhiste për isha, me shumë të vinë për Macedonia, ushtarët që kanë qenë luftuar për gjithë katëroj shqiptare. Vinë na vizitojnë për çdo verë. Një mu me ushqime me bokë që shto kemë dhanë dhe që shto që. Pasa mirë që zamori se jam bjo dhe herë. Apo ma të pak emrin? Ferida i Dinaj. Feride. Zoja Feride, ti këta djemë kur kanë qënë djemë, se tash këta janë bo me flokë time janë plak. Ma bojnë apo mje, po ku me i njoftu në këta i kanë pas thjeshat të ushtria, ku me i njoftu, është në një taktuk se jo vallohi. Këtu janë hi e dalë. Ba kur o thujo kufini këtu, qka janë konë sa ujtë. Pasha zoten mas pari arë Nasim Haradini arë në shumë betë. Që të dalëshin shkijet në me shenë që aty është ajo pika, që tu. E të isha më repu shohin kur ashin ka herditen. O që aty kanë brejtu, që pisha në në granatume. Valloj që aty nuk jëmë që ka thonë salon, po thonë ushtojnë vetë. Këta thonë, po kë generali, unë e kështu. Valloj që shtu me i nëndje nga mundu e bëllë, e shëshqyri inshallah, botë Kosova shteti madhë, e i mirë, me ushtri, me polici, me rini, edhe inshallah kur luft zbohet, po bo një mu që kush gjarp një në pushkën të pekim. Ata pi ujtë mëri. Pi. Vallaj që të kom harrua general, kur të isha, sa më shpejt të zbuloni, ashtë më shpejt të agjësoni. Se shashtu, na isha të i thonë, në për shpejt. Prit pys diçka. Në kohët komunizmi, qa ke boti Zoja Feride? Unë jëmë konë komandante toge, në Gegaj, kom pas 30 femna me i stërvite, me jam mësu armen, të janë iste karabina, dejte mitraljozilet, edhe minen, edhe ato kunër gazin, ato filtrat. Po tash, unë i kom bo dhe do vjetë, edhe ato kunër gazin kom bo mësim për ta. E pasha zotë nuk kom bo grave stërvitje, pe Tirane e në ardhë oficerat e na kanë bo kursin. Ndojan e kom bo kursin. A grade ke pas ti Zoja Feride? Unë jom konë komandantja tokë sparë në Gegaj. O konë komandant i qetës, atër jom konë unë komandantja tokës. Po. A ke vesh uniformë? Po. Veç kpucat nuk mund mi kanë gjithë se këpas kome në vogën. Me kapele, me rëpe, me gjakete, me pantolla, krejti kom pas. Ka marrë malli për atë ko? Ushtrinë kom shetë të naheret. E dua ushtrinë. Se pa ushtrije, pa polici shtetë s'ka. A jemi konë ushtri e mirë? Po, i një konë e mirë, e pasha Allah nuk e qelshin gojnë. E unë e bëdh lapitësha, bëdh folësha. E astë një tjallë në makpesh, në veç marshin vesh. Edhe në fakt armet, o kanë urdhë një kështu, me mbajtë armet këtu. Për shemull me tytë për pjetë, e jo kështu për i shok e asë kështu. Se e kom bo mërë, e kom bo kush më oficerat Tiranë si na kanë bo. Unë e kom bo grave kush e disa vjetë. Ta të luftetar, janë është liru e vemi, kanë bo bëllë. Ta është një vetë të në shtrinë, policinë, rinin, e shava luft kur zbohet, edhe me bo me ngu zgjarbin qakatë, edhe pushkën të pekim.